Një kronike e kolegut Gazmend Syle nga Klan Kosova. Shohim që ruta atje u ka bërë të qartë autoriteteve, sidomos president të Serbisë, i cili mbase ka kontroll mbi dodikun e entitetit serb të Republikës Serbe atje, që të mos rikthej, mos përdoret turikën e luftë nxitëse separatiste, sepse këtë nuk do ta toleronte në asnjë mënyrë NATO. Duket se Dodik është trimëruar mbase edhe nga agresioni pa provokuar ose mbi Ukrainë, mbi këtë situatë krejtësisht të re, si ta them, në kuadrin e përpjekjeve të fundit të vendosura të Shtetit të Bashkuara që tul palët në Troezë. Kemi një takim sot në Arabinë Saudite të Zelenskit me autoritetet atje. Në kretë kjo në frymën e një interesimi sistematik të shtuar për të dhënë fund luftës, për të bërë armëpushim dhe për synuar një paqe. Po duket se Dodik gjithë këta mini Dodikët që kanë konstrukt të fashizmit politikisht, po e shfrytëzojnë këtë situatë për të provokuar mbase aftësinë e NATO-s, prezencën e NATO-s në rajon. Po ajo që Serbia ka levat e saj ndikimit në Republika Srpske nuk diskutohet, se ajo është e dokumentuar prej vitit 1995, sepse në fundit marrëveshjen për konfliktin ndërrethik në Bosnjë dhe Hercegovinë e kishte nënshkruar Miloševiqi dhe jo ndëjtën dhe jo përfaqësues e grupit përfaqësues politik dhe ushtarak të serbëve të Kosovës. Do të kjo tregon të serbëve të Bosnjës. Pra kjo tregon edhe që nga ajo kohë që mbështetja kryesore e serbëve të Bosnjës ka qenë Serbia dhe ajo ka mbetur e pandryshuar në këtë drejtim. Edhe ishte të dënuarit për krime lufte vetëm atëherë kur Serbia është detyruar të dorëzoj para gjykatës ndërkombëtare në Hag ka ndodhur për shkak presioneve që janë shtuar nga bashkësia ndërkombëtare, mirë po para çkosa Serbia i ka mbrojtur, ata nuk janë dorëzuar. Në këtë drejtim edhe Vučići e runa trashëgimi, e runa infrastrukturë politike të sigurisë të ndikimit në serbët e Bosnjës. Mirë po mesazhi që i transmetohet është shumë sakte e dekoduar, që ka të bëjë mbasi janë trimëruar edhe nga këto zhvillimet e fundit gjeopolitike që kanë ndodhur dhe nga dyshimet që janë krijuar nga deklarimet e fundit të zyrtarëve të lartë administratës amerikane që më Evropa nuk do të jetë interes primar i sigurisë amerikane dhe se vendet evropiane duhet të mendojnë për ta kompensuar apo ta gjejnë veten në këtë situatë të re gjeopolitike që po krijohen. Dhe ata e kanë keq lezuar çu duket këtë situatë, sepse zyrtarët e lartë amerikanë asnjëherë nuk kanë thënë që ne brenda NATO-s nesër do t'i marrim çantat nga Evropa dhe ju bëni çka të doni. Ata i kanë paralajmëruar që sfidat me cilat do të përballet Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dekadat që po vinë do t'ja imponojnë asaj një riorientim të ri strategjik në rajonet e tjera të botës, vendet evropiane dhe u ka bërë thirrje u ka bërë thirrje që të dalin u ka bërë thirrje vendeve të NATO-s, sidomos të Bashkimit Evropian, administrata e re amerikane që të zgjohen nga letargjia në të cilën ndodhen dhe të mendojnë për të ndërtuar kapacitetet vetanake të sigurisë, të mos mbështeten gjithmonë vetëm nga asistenca që ofron Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga mbrojtja që ofron, që në të njëjtën kohë këto fondet e tyre, do të thotë buxhetet e tyre të orientojnë vetëm në mirëqenie sociale duke harruar dimensionin e sigurisë, sepse në fundit kur mungon siguria nuk kanë vlerë asnjëra prej këtyre investimeve të tjera. Kështu që mesazhi i rutës është i qartë që do të thotë pavarësisht këtyre dinamikave që po ndodhin në aspektin gjeopolitik, mos të ndoheni nga aventurat të çastit, mos provoni ta shkatroni atë të cilin e garanton NATO-ja në rajon, sepse këtë nuk do ta lejojmë dhe është e papranueshme për NATO-n, për Bashkimin Evropian dhe për partnerët ndërkombëtar. Gjë që prapë tham është edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, sidomos në rastin e Kosovës, ashtu edhe ai mbrojtjes deklaruan që as që kanë planifikime aktualisht të reduktojnë numrin e trupave ndërkombëtare në Kosovë, as që bëhet fjalë për një gjë të tillë dhe se përkushtimi i tyre për të garantuar sigurinë rajonale, sigurinë e këtyre vendeve, sepse nga siguria e këtyre vendeve varet edhe siguria rajonale, vazhdon të mbetet në fuqi dhe se do ta ndjekin këtë agjend për të
për t'i penalizuar ata që kanë ambicie të tilla secesioniste e separatiste. Vetë fakti që sot në Bosnjë ndëshkohet dhe dënohet në këtë kohë, sikur Bashkia Ndërkombëtare ta konsideronte kryesisht mirëmbajtjen e stabilitetit me çdo kusht, me çdo kënd, më primare se diçka së shtetin e drejtës e respektimin e normave kushtetuese, unë jam i bindur që nuk do të shqiptojë dënimi ndaj Milorad Dodikut në këtë kohë. Por fakti që pikërisht në këtë kohë kur ai pretendon se mund të realizojë ambicit e tij separatiste në Bosnjë-Hercegovinë dhe ta minojë shtetin e Bosnjë-Hercegovinës, tregon që Bashkia Ndërkombëtare mbetet konsekuente në garantimin atyre parametrave me të cilat funksionon ai shtet. Mesazhet e tilla mund të jipen, fshehtas unë jam i bindur, edhe për qeverinë e Kosovës, për liderët politik të Kosovës, për ata që do të tentojnë të formojnë institucione që dalin pas zgjedhjeve të nënshkurtit, ato mund të hipen prapasken, nuk po them që do të hipen në mënyrë të drejtpërdrejtë, por t'ju bëhet të qartë që të kenë kujdes në ndërtimin e pushtetit të dalë nga këto zgjedhje që të bëhet në përputhje të plot me frymën e kushtetutës dhe të marrë në konsiderat edhe interesat dhe legitimitetin e përfaqësues të komunitetit serb. Sepse duke e përjashtuar politikisht, atë duke